Mirëmbrëma, sot doja të flisja për atë që unë mendoj që është më e rëndësishmja peshkimi në New York nga pajisjet, që është kostumi. Atëherë dua të flas një në përgjithësi për kostumet. Kostumet e peshkimit në New York zakonisht janë kostumet e gomuar. Kur janë të gomuar, ato ngjiten mbas trupit dhe mbajnë një termik të lartë, ku mund të rish 6 ose 7 orë në ujë pa pikë problemi. Edhe në ujëra të ftohta. Zakonisht kostumet e tjera që janë me cop ose versione tjera janë për surf ose për zhytje me bombula, ku kozgjatja është më e shkurtër. Domethënë për peshkim në New York, pavarësisht se kanë çik veshjen e sikletshme, janë kostumet e gomuar. Tani doja të flisja për kostumet e Labrax. Labrax gjatë këtyre viteve që është në treg, se është një kompani e re, është një fabrikë e madhe, domethënë Labrax. Ndër kostumet që Labrax ka pas, sepse dhe kostumet ndahen nga materiali, ka me materiale të butë, ka me material pak më të sertë. Do të tregoj dy shembuj që i kam këtu. Deri në këto momente Labrax ka patur neopren Jako të thjesht, ka pas neopren Yamamoto 39, ka patur neopren Sheiko te kostumet e vet, dhe aktualisht atë që mendoj unë që është më larg nga të gjithë është Super Soft Premium Miyako. Një neopren korean shumë elastik, po që është dhe rezistent për zhytjet e thella, nuk lëshohet shumë. Gjithsesi, për t'ju treguar një shembull, kam këtë kostumin këtu Dark Black. Ky është Jako i thjeshtë. Po ta shohësh kështu, nuk ka ndonjë elasticitet madh. Gjithsesi e justifikon me çmimin që ka. Është i gomuar, sigurisht të gjithë janë open cell nga brenda. Thjesht për të bërë krahasimin, po ju tregoj kostumin Rif, që është në fakt edhe kostumi i ekipit kombëtar të Turqisë, me cilën u shpall kampion në vitin 2024 në kampionatin Euro Afrikan. Po ta shohësh, ky është Super Soft Jako Premium, një neopren shumë cilësor, dhe po të shohësh elasticitetin dhe hapjen e tij është e jashtëzakonshme. Ka një termik të lartë. Po ta shohësh edhe copën me cilën është bërë ky, ka një elasticitet shumë të madh. Pra kjo është diferenca domethënë e kostumeve. Domethënë janë disa neoprene të buta që hyn ke neoprenet e mira, që nga eksperienca ime dhe tjerë janë neoprene shumë të mira dhe aktualisht janë në tregun ton. Është ky që ju tregova, Yamamoto 39, është dhe Sheiko. Megjithëse Sheiko në fakt ishte shumë elastik, po sikur lçohej pak. Dhe unë si kam, domethënë nuk i kemi porositur më, jo se fabrika nuk i bën. Kurse këto dy neoprenet e tjera mendoj që janë neoprenet mira. Plus një diferencë, te kostumi i ri, mbrojtëset e duarve janë me Supratext, material që është prodhim francez. Është shumë rezistent ndaj gërvishtjeve, ndaj fërkim, se dihet që brylet edhe gjunjët zakonisht dëmtohen gjatë zhytjeve. Dhe këto janë përforcuar shumë. Them që është një kostum jashtëzakonisht, domethënë ka cilësi shumë të lartë. Në fakt, kjo është bosi mod që gjithkush kudo në Shqipëri, kudo për reklam thot normalisht ky është kostumi më i mirë. Unë fakt ka disa kostume të mira. Ka disa në tregun ton, nuk është se është, por do ju thoja vetëm nëse do bëheni për të blerë një kostum, vetëm shikojeni, sepse duke marrë në dorë aty kuptoni karakteristikat e njërit lidhje me tjetrin, se çfarë themi ne janë vetëm video, në një farë mënyrë edhe reklama. Mos përtoni dhe ti shikoni nga afër kostumet, aty do kuptoni ndryshimet. Nëse keni një pyetje për kostumet, nëse doni diçka të veçantë për një pajisje tjetër, video tjetër them ta bëj për lopatat, por nëse ju duhet një informacion i veçantë për në një pajisje ose një gjë, më shkruani një mesazh dhe do t'ju përgjigjem tek video tjetër. Natën e mirë, kalofshi mirë.